Sektori i peshkimit e mbylli vitin 2025 me më pak prodhime dhe pse numri operatorëve të licencuar u rrit. Të dhënat e publikuara nga Instat tregojnë se zënjet totale të peshkut nga të gjitha kategoritë ujore arritën në 15.153 ton, 7.9% më pak se në vitin 2024, kur ishin 16.452 ton. Akwakultura vijon t'jap kontributin më të madh në prodhimin e peshkut me 6.549 ton ose 43.2% të totalit, e ndjekur nga peshkimi detar me 4.426 ton dhe ujërat e brendshme me 3.007 ton. Megjithatë, edhe akwakultura shënoi rënje prej 8.6% në krahasim me një vit më parë. Brenda sektorit e vetmja kategori që regjistroi rritje të ndjeshme ishte ajo e molluskeve. Zënjet u rritën me 158.2% nga 213 ton në vitin 2024 në 550 ton në vitin 2025. Në të kundërt, peshkimi në laguna ra me 8.2%, ndërsa zënjet në bregdet u ulën me 12.1%. Sipas statistikave, karkaleci i thellësisë, sardelia dhe merluci ishin speciet kryesore të zëna në det, bregdet dhe laguna, ndërsa në ujërat e brendshme dominuan karasi, skorta dhe krapi. Gjatë vitit 2025 u prodhuan dhe u hodhën në liçenin e Ohrit 1.2 milion rasate të troftë të sulber, 2 milion rasate të koranit dhe 0.6 milion rasate krap. Ndërkohë, numri i subjekteve të licencuara për aktivitet peshkimi arriti në 854 ose 21 më shumë se një vit më parë. Flota operon kryesisht në zonën gjeografike 18 në Adriatikun e Jugut, ndërsa porti i Durrësit përqendron pjesën më të madhe të anijeve të licencuara, i ndjekur nga Vlora.